Kesi Spahia e Partisë Socialiste dhe Tedi Kopliku nga Partia Demokratike ballafaqohen gjerësisht. Dhe ajo që është u hub është pikërisht identiteti i qytetit. Shkodra sot po përjeton një transformim. Për investimet që vinë në Shkodër është qyteti më i lënë në harres se asnjë qytet tjetër. Kemi 8 projekte strategjike në Shkodër që disa prej tyre kanë filluar. Ato pak investime që janë të bërë gjithsesi janë tana projekte që kanë zënë pluhun, krijimi i troket të dera, i thotë dën me të nimu, sepse ato kanë tashmë edhe kapital ekonomik. Unë besoj që edhe me policinë e shtetit ne kemi pas një ndryshim të situatës periudhën e fundit. Tjetër shqetësim është varfënia. Është varfënia pa mundësia me mbyll mujin. Punë që janë bërë nga Bashkia e Shkodrës janë modeli më i mirë që Partia Socialiste po i ofron shkodranëve. Beso vedin vototetin, do të thënë si ka lind si slogan. I thon po mirë, pse e shesin votin? Se s'besojnë vedin. Veçanërisht për rininë e Shkodrës që do jem me zërin tuaj si vetja për ju dhe për gjithë shkodranët.